Mos u lut kundër fëmijës tënd. Mos e mallko fëmijën tënd, sepse ndodh që të pranohet kjo lutje e të pendohesh tërë jetën. Profeti alayhis salam thot në një hadith, siç kuptohet prej fjalëve të tij, mos u lutni kundër veteve tuaja, mos u lutni kundër fëmijëve tuaj, mos u lutni kundër pasurive tuaja, sepse mund të koincidoj në një kohë ku Allahu i lartësuar nuk i kërkohet atij diçka, vetëm se i përgjigjet asaj. Prandaj vllai im, motra ime, kujdes me lutjen. A ke mundësi, pra nëse i natosësh, nëse mërzitesh me fëmijën tënd, thuaj Allahu të udhëzoft, Allahu të drejtoft. Lutje. E ku i dihet, pranohet kjo lutje, Zoti i gjatësisë e udhëzon, Allahu i lartësuar e drejton. Zoti ju rujt.